Po sikur, një ethe e thjesht të jetë një shenjë për diçka më të madhe. Sot unë po shpjegoj sëmundjen Kawasaki. Çfarë është? Sëmundja Kawasaki është një gjendje inflamatore që prek kryesisht fëmijët nën 5 vjeç. Mendoni për sistemin imunitar të trupit si një skuadër zjarfikësish. Në Kawasaki, ajo skuadër reagon tepër dhe spërkat gjithandej, veçanërisht arteriet koronare. Pse është ky një problem? Inflamacioni mund të dobësojë muret e enëve të gjakut dhe të formojë aneurizma. Kjo është arsyeja pse trajtimi i shpejtë është kaq i rëndësishëm. Së pari, simptomat klasike. Një ethe e lartë që zgjat të paktën 5 ditë dhe nuk i përgjigjet mirë ilaçeve të zakonshme. Syri i kuq, i skuqur pa qelb. Një gjuhë e kuqe e ndezur si lule shtryde. Buzë të plasaritura të kuqe. Një skuqje me njolla në trup. Duar të enjtura. Këmbë të enjtura. Pëllëmbë dhe shputa të kuqe të ndezura. Lëkurë që mund të qërohet më vonë. Një nyje limfatike e madhe dhe e ndjeshme në qafë. Fëmijët gjithashtu mund të jenë shumë të irritueshëm. Dhimbje barku, të vjella, diare. Pra, çfarë shkakton atë? Përgjigjja e sinqertë nuk e dim plotësisht. Disa fëmijë kanë një përbërje gjenetike të predisponuar. Një infeksion mund ta nxjisë sistemin imunitar. Nuk konsiderohet ngjitëse si gripi. Nuk shkaktohet nga vaksinat. Shihim valle dhe grupime sezonale. Mund të jetë një virus i zakonshëm ose diçka në mjedis, por asnjë fajtor i vetëm nuk është identifikuar. Si trajtohet? Standardi i artë është IV, imunoglobulina intravenoze, idealisht brenda 10 ditëve. Aspirin për të qetësuar inflamacionin dhe për të mbrojtur zemrën. Disa raste me rrezik të lartë kanë nevojë për steroide ose ilaçe të tjera. Shumica e fëmijëve shërohen mirë, veçanërisht me kujdes të hershëm. Ndjekja me ekokardiograma kontrollon arteriet e zemrës me kalimin e kohës. Një kontroll i shpejtë i realitetit. Sëmundja Kawasaki është e rrallë. Nëse fëmia juaj ka një ethe të vazhdueshme dhe këto simptoma, telefononi një mjek. Diagnoza e hershme mund të parandallojë komplikacionet në zemër. Shkurtimisht, ethet e zgjatura, sytë, gojë, lëkura, duart, nyjet limfatike. Shkaku është ndoshta një përgjigje anormale imunitare të fëmijët e predispozuar, e shkaktuar nga një infeksion të papërcaktuar. Shpresoj që t'ju ndihmoj të daloni sinjalet dhe të veproni shpejt nëse keni nevojë. Qëndroni kurioz dhe kujdesuni për veten.